Me 5 gusht rikthehen emocionet e Champions League për femra, ku Vllaznia e Shkodrës do të luajë gjysmëfinalen e parë të grupit në turin e dytë. Kampionja e Shqipërisë do të përballet me kampionen e Slovakisë, Spartak Mijava, një ekip të cilin e ka eliminuar edhe vite më parë në këtë kompeticion. Mendojmë që është një grup i mirë, mendojmë që grupi lojtarëve është i plot, është i drejtë për të arritur objektivat. Shumë e vështirë është sepse kemi përballë në ndeshjen e parë ekipin kampion Slovakisë që doli si fituesi i grupit 5 të turit parë, por me këtë vështirësi, me këtë problematika, me garë, ne pretendojmë edhe objektivat tona janë që të kalojmë në turin tjetër të Champions League, si viti i turit të tretë. Klubi ka prezantuar me këtë rast edhe disa prej blerjeve të reja në merkato që do të jenë të gatshme për këtë ndeshje. E dim gjithë që pesha e kësaj skuadre është shumë e madhe, sidomos pjesa e portës, që është një nga pikat kryesore dhe kyçe. Janë dy ndeshje shumë të forta, por normalisht që duhet të kalojmë herë ndeshjen e parë dhe të mendojmë pastaj për ndeshjen e dytë. Yeah, I'm excited to be here. It's been Jam shumë e kënaqur pavarësisht se vithet nga Kanadaja, deri tani ka kanë eksperjenca më profesioniste që kam pas deri tani. Për momentin kam pas shumë pak ditë për me pa qytetin, pasi kena qenë fazë përgatitore në Puk. Por mendoj që ditët që kena zhvilluar në Puk e kanë ndihmu shumë ekipin për ndeshjen VM që kena në Champions League. Yes, definitely. Kanë qenë disa javë shumë bukura, jam shumë e kënaqur. Është një eksperiencë shumë interesante për mua dhe kena pas kohë me u harmonizu me ekipin edhe deri tani jam shumë i lumtur. Ishte një opsion i mirë pasi Vllaznia është një ekip me histori edhe janë një ekip që luajnë në nivele shumë të larta dhe unë kisha dëshirë për me kontribu për sukseset e këtij ekipi. Ne të gjitha si sulmuese duhet majmë ritmin që kena zhvilluar për ndeshjet miqësore, pasi kanë qenë miqësore me gola, edhe shpresojmë të vazhdojmë këtë serinë e golave. Pavarësisht kërkimeve që kam bën personalisht, unë kam luajtur edhe në Greqi më përpara dhe kam ndëgjuar për ekipin e Vllaznisë, për nivelet që luan, edhe mendoj që është një eksperiencë e mirë për mua për me u bashku ekipit. Vajzat kanë qenë shumë mikpritëse, gjithashtu na kanë ndihmu shumë për me u rritë si lojtarë dhe për me u ambientu me ekipin edhe me zi shpresë për me vazhdu me punu me ta. Feels great. Është një gjë shumë e mirë pasi janë lojtarë nga vende jotë që kanë ardhur, kanë luajtur, kanë dhënë maksimumin edhe kanë ikë edhe herë në Amerikë me mbresa shumë të mira. Edhe gjithashtu është një gjë e mirë që janë vajza prej disa vende të ndryshme me cilat mund të bashkohena, shkëmbejmë eksperjenca dhe arrijmë diçka. Gjithçka u bë shumë shpejt, por kur të kërkon një ekip i cili luan në Champions League, duhesh me qenë gati dhe unë direkt e pranova ofertën edhe erdha këtu. Falë rezultateve të mira të Vllaznisë në Europë, e cila ka rritur koeficientin e Shqipërisë duke lënë pas vende si Turqia, Greqia apo Kroacia, këtë sezon për herë të parë Shqipëria përfaqësohet me 2 ekipe në Champions League. Krahas vajzave shkodrane, edhe Apollonia Fierit do të përballet me skuadrën suedeze të Hammarby.